Godina ikonike e stacionit të trenit në hyrje të qytetit të Durrësit nuk është më. Mjetet e rënda e kanë rrafshuar përfundimisht para disa ditësh, megjithse nuk ishte njoftuar ndërtesën e dashur durrësakëve të stacionit të trenit, me të cilën brezat të tërë durrësakësh dhe banorët të qyteteve të tjera kanë kujtime të shumta, sidomos në kohë pushimesh kur vinin në plazhe gjatë sezoneve të verës. Për dekada me radhë, Godina ka pritur dhe përcjell çdo ditë me qindra qytetarë që përdorin trenat për të udhëtuar drejt Tiranës apo qyteteve të tjera të vendit. Brezat të tërë studentësh përdorin trenin çdo ditë për të udhëtuar me abonet drejt kryeqytetit për të ndjekur studimet e larta në fakultete të ndryshme. Po dhe plazhistë shumë që vinin nga Tirana nga të gjitha viset e vendit. Firmat e shumë të kinostudios që u gjiruan në mjediset e tij e tjerë. Hekurudha shqiptare lulëzoi deri në fund të viteve 90, ndërsa më pas nisi degradimi i saj i vazhdueshëm. Prej vitesh në Durrës po punohet për linjën e re hekurudhore që do të lidhë qytetin mbretëtar me Tiranën dhe Rinasin, por pavarësisht afateve të deklaruara disa herë, punimet ende nuk kanë përfunduar. Por ka përfunduar së ekzistuari simboli i hershëm i hekurudhës së Durrësit, stacioni i trenit, mbi të cilin edhe sot mjetet e rënda po punonin për të zëruar me rrënjë kujtimin e tij.